Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka deklaruar se protestat e mbajtura në Tiranë janë një shprehje e përgjegjësisë qytetare. Berisha i cilsoi sloganet kundër opozitës si përpjekje për manipulim nga kundërshtarët politik. Ai tha se ata janë vegël e opozitës, duke shtuar se qytetarët nuk duhet të ndikohen nga këto slogane. 10 mira dhe herë 100 mira qytetar që ngrihen në lartësinë e përgjegjësisë që kanë ndaj vendit dhe kërkojnë dorëheqjen e qeverisë. Tani, për sa u përket sloganeve kundra nesh, janë absolutisht qytetarët janë të lirë të thonë çdo lloj slogani që duan, sepse ata janë të pa diskutim të përkatësive të bindjeve të ndryshme etj me radhë. Por ata që i dirigjojnë, ata që përpiqen ti manipulojnë, ata janë opozitës vegël e qeverisë. Ignoroni dhe mos tentoni me asgjë, mos keni asnjë impresion nga ato slogane. Nuk duhet, miku im, që gjethet na pengojnë për të patë trunin e mrekullueshëm, të bëjmë gjithçka që kjo lëvizje të triumfojë. Ai ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë fizikisht në këto protesta, duke argumentuar se prania e tij do të cenonte karakterin qytetar të saj, ndërsa bëri të ditur se ka udhëzuar drejtuesit dhe anëtarët e Partisë Demokratike që të marrin pjesë vetëm si qytetar. Çdo minutë un jam në shesh dhe në mbështetjen më të madhe që un mund t'i jep asaj proteste, por fizikisht unë nuk jam aty. Edhe nuk është vendi im aty fizikisht, sepse ajo është një protestë qytetare. Unë kam porositur preras të gjithë anëtarët, drejtuesit e Partisë Demokratike që në atë shesh do t'jenë vetëm si qytetar. Çdo demokrati dhe demokratje, çdo zgjedhës, çdo qytetari që ka votuar dhe voton për Partinë Demokratike, por dhe çdo shqiptari që e don këtë vend, që ka dëshirë të jetojë si me dinjitet në këtë vend dhe fëmijët e tij të vazhdojnë ëndrrën e tij në këtë vend, të mbështesë këtë protestë. Ata kanë nevojë për mbështetjen e të gjithëve. Ajo është një protestë, askush të mos përdor një pretekst, asnjë pretekst nuk ka të drejtë të përdoret për mos mbështetjen e tyre. Mos harroni se ajo protestë është tej partive politike. Ai u shpreh se mitingu i mbajtur në kuadër të 35 vjetorit të themelimit të PS-s shënoi fundin e Partisë së Krimit. Mitingu ishte një miting funebër, de facto për atë gjithë ata që i ndjekin, ai miting shënoi fundin e Partisë Krimit. E një partie që u themelua në krim, e një partie që nënshtroi krimin në sistem, e një partie që vazhdon krimin në të gjitha aspektet. Berisha tha se protesta ka marrë për masa të rëndësishme dhe se duhet të mbetet larg identifikimit partijak.